Vazhdojmë na përkrushe tash pas si kemi ngrënë drek. Po dalim në inspektim. Unë kom punu poshtë, bërimi me Donatin kanë punu pjesën e lartë. Rruga Dalibera është kry, rruga Ismail Gashi është kry, rruga Bekim Gashi është kry. Sokakët i kanë pastru. Tash kemi me dalë ka pjesa poshtë tek në asfalt rrugën e Snidoraku, fshat kanë fshat, rrugën Alim Hoti ka dole, është fshati i madh, po me pas punëtor ma shumë, puna shkon ma shumë. Po një person që ka herë borimi, po vjen ka një ditë. Këne është pastru, vazhdojmë tash dalëm lartë. O, lop të përshëndes, që lopi pasës gjem. Edhe këne i kanë ra. Donata ka nevojmi me frymë kënena? Ka pak veç. Ka pak, ha? Nuk ka komodico. Vetorina s'ka, ma? Ja, vetorina të mërësësht nuk po përgjitë të bravo, të lumë të pas këtë knaq. Edhe e kodrinia është duke i pastru për rezët të do lofta ndeje familja Dona Krasnishte kushtion të shkoj edhe ata i ngjizoj. Eshta inspektojmë qëtë pjesë. Po mucina i letër për frymës. Po na i letër edhe na i kontinirë me ngjesim, e bëjmë. Vazhdojmë. Këto sokaqe dikur kanë qenë plot me njerëz, e dele, e lop, çdo familje ka majt bakti. Sot që shishe si në këngën e Malsorit. Pase, pa që sa bukur. Ju lumë ta! Jo, lumë, që posta, që everything is... Visarës e qirit përshëndes. Ki thonë takoj të thrasë, nuk më këthirë ma e fjallën që tërherë, ku të folish me në hatin. Edhe kjo rruga këndej ka familja Dina, i ka familja Sefallovë, po ashtu është e pastrune. Së poku ka pas, edhe ki metarina o pastru, tash të shkoj unë të Vorrezët atje. Këta djemë të lonë, tash ka kini terrenin. Te ka doja pjote me të gjëmë. Atë pjesë në rrugën Gzim Rëshiti të në me një, ja? O, krej, ane. Unë një lanë të traktori këtu, ju hini në rrugën Gzim Rëshiti, e vetë po të shkoj të Vorrezët atje t'i shoh. Që të gjithë janë pastrune. Hop. Që ku e kini teknikën tu, veç benzinin shtine nërhije se pjo eksplodon. Dhe ka me vetën, ku është pastru. Parku është pastru, ka mbet vetëm me frymë. Mëse t'ekel makinët, edhe do të me shku tash të Volerë Hoti. I marrë edhe 20 lula me bisedu kur vjen në mjallë, mëse altone, pos që i ka mjallë 100 lula për 100 vjetorin e shkollës Baramcuri. Ka shprej ka dëshmëria në këtë pjesën e parkut. Kisha po ftesë gjithë medjeve të shkruara elektronike, televizionve, me arë në krushet madhe, me 15 maj, festohet 100 vjetori, është dhe më thënë 100 vjetë tije dhe arsim. Mas mi njek vesh sa me të këqia dhe më thënë shka dhezin për klikime, po duhet gjanat mira me postu. Edhe pse fitoni ma pak, mësohen njerëzit mi klikua atë mirët. Ilir Shaqiri për shembull nuk ndon ta lavo, po kur ta qet një këngë pas dëgjues, s'ka çare. Më thënë ti e ki për detyrë me plasu gjanat e mira, e ki për detyrë edhe komuniteti i merr. Ju po plasoni të këqija, komuniteti i merr të këqijat. Krejt thjesht e kini. Këtu që shpeshini i kem vendos dje shportat. Këndej ka kjo pjesa ka frekuentojnë zoncet e shkollës Ukshin Hoti. Po vendos ma shumë. 34 copa i ku vendos dje, desa ti punona ideali edhe 25 copa janë. Shati është i madh, po rrugët ma të frekuentuara që edhe këtu. Vazhdojmë me vjetë.
sa me dini me vej. Edhe kjo rrugë është pastruhe, veç për shikoni. O, që në gol, bre. Është ka fryn, ka grejme të plot lull. Arritëm atë e Korezët. Shtu e pas këndon pak veç nëse vinë pas dite. Ka me të dhe i pjesë besoj që vinë tash pas drekës. Këtu është varri i Afrim Malsorit, një nga veteran të UÇK-s, që është nda nga jeta vjetë në vitin 2025. Këtu e kom lënë një kontiner, ku të vinë njerëzit në provorrime, e kanë mundësin me hi nërhije, plus kontinerin e kanë betorina mës me hudh, se zakonisht vinë me shishe që si une, marrin. U prof bre! Këto ta kisha pas tash. Sa po kryj punë une, edhe njëherë ma shumë kisha kryj bashkë me kadrijen. Po na shkoj e ri. Është ka fryn, në Gjermani veç pas disa pjesë borë. Për zote më s'morë ka në vaj mot. Këto e në bukurit që nga ka fali madhi zot, edhe në fshat, si çdo fshat ka bukurit e veta. Dhe mundohemi sa më bukur mi majt. Natyra është vetjeta. Natyra e natyrës prej tokës, ushqemi që e kumblët sendit. Që është ndryshojnë kohërat. Me një kohë, nuk ka pas shans mu pjek kumbla. Ishtë pëse është pjek? Sepse na i kem hongër ja kështu të vogla, s'ka rrita dhe më pjek se s'ka pas. Me pi një jupi, 5 km ki të vrapu për gëzimit. Coca-Cola s'ka pas. Kafe, qëfar kafe ti me dalë ti kafe në Prizren qyteta? Një katun kish fol e kom pa djalin e Ismetit kafe në Prizren. Parë me no. Zotit kem hes para po shkollohet a gjinia femërore tash, që shumicës ju ka ndërprej shkollimi. Ku kemi qenë shqiptarët, jemi shumë mirë. Po shkollohen edhe në Amerike, në Evropë. E tash arritëm qender. Ne kom postu dje një postim që rreth ma të bukur njerëz kom pa në Kosovë. Nëse ka, dërgone fotografinë veç nuk besoj që ka. Tash i kom pleru pak lullët.